Si thoni, a ekzistojnë fëmijë dragua? Sot do t'ju tregoj fakte të pakundërshtueshme që fëmijë dragua kanë ekzistuar me të vërtetë. Më ndiqni me kujdes dhe kush është rastisht nëse nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe ju faleminderit që jemi për bashkë. Studiuesi anglez Gilbert Chesterton në vitet 1900 kishte mbledhur prova se fëmijët me krah kanë ekzistuar me të vërtetë. Pra në të gjitha vendet e Anglisë, por jo vetëm, por edhe në Skoci, madje edhe në Irlandë. Chesterton deklaronte gjithashtu se këta fëmijë një ditë do të rikthehen, sepse ka qenë një epokë ku këta fëmijë kanë ekzistuar. Zhvillimi i njeriut është bërë në epoka dhe e çuditshme është se në çdo 500 vjet ndodhin fakte të çuditshme në ADN-n e njeriut dhe në zhvillimin psikofizik. Duhet të dini që në çdo vend të botës, në çdo kontinent flitet për fëmijët dragua ose për fëmijët me krah, por në trojet shqiptare është tepër e theksuar. Pse, lind pyetja? Tani po ja u them. Vendet e zhvilluara me kalimin e kohës i humbasin traditat dhe gojdhënat, pikërisht për shkak të zhvillimit, sepse të rinjt nuk u besojnë më. Duhet të dini që vendet barbare ose vendet e lashta ose popujt e lashtë konservojnë më mirë, ose më mirë, konservojnë më shumë traditat e lashta, njëkohësisht edhe gojdhënat e lashta. Në fakt, nuk ka një familje shqiptare që nuk flet për një fëmijë dragua. Kush prej jush ka patur një të tillë në familjen tuaj? Sipas statistikave, në çdo 8 familje shqiptare tregojnë për dikë në fisin e tyre që kanë patur një fëmijë dragua ose një fëmijë me flatra. Në vitet 2011-2012, kur kërkoja për emisionin Enigma fakte për sa i përket njerëzve me krah ose më mirë fëmijëve dragua, hasa në një mister të çuditshëm. Shkuam deri në Çerm, sepse njëri nga shokët tanë kishte një njeri në familje që tregonte pikërisht që kishte një djalë, i cili ishte me krah, pra një fëmijë dragua. Po ndiqeni me kujdes, sepse është vërtet e çuditshme. Kur shkuam në Çerm, takuam tatin, Aziz Sina, dhe ai na ka treguar me lot në sy se fëmia e tij vdiq sapo i pan krahët. Dhe pyetja është, pse këta fëmijë vdisnin sapo i shihnin krahët? Pikërisht pra, sepse krahët e tyre nuk ishin krah të një zogu, por ishin krah energjie. Po, e dëgjuat mirë. Në fakt, thuhet se krahët e tyre nuk ishin real, ose më mirë nuk ishin fizike, pra të prekshme, dhe nga momenti që rryma e energjisë së vëzhguesit përplasej me atë energji, ndodhte diçka. Pikërisht pra, sepse në qoftë se shqisat e njeriut hasin në një tjetër dimension, aty ndodh çudia. Por kjo histori nuk mbaron këtu. Kur kam qenë i ri, rreth moshës 13-14 vjeç, isha ulur me disa pleq të zonës në fshatin Llakatund, aty ku kam lindur, dhe njëri nga pleqt tregonte për nipin e tij, i cili i çonte gjellën e ngrohtë, teksa ai lëronte fushat. Por prisni, sepse ka edhe surprizë të tjera në këtë histori. Kjo nuk ishte historia e vetme, por pothuajse edhe në 3 familje të tjera flisnin për të njëjtën gjë. Dhe mua më kam mbetur në kujtesë, akoma sot. Në disa raste të disa familjeve shqiptare, ata tregojnë se pasi ka vdekur fëmia dragua dhe kanë shkuar për të hapur varrin që t'i ndrojnë vendin, e kanë gjetur trupin të paprishur, madje trupi i tyre ishte rritur akoma më shumë, sikur ai të kishte qenë gjallë aty brenda në varr. Bile në traditat e lashta të popullit shqiptar flitet edhe për Skënderbeun, i cili ishte krejt ndryshe nga të tjerët. Në fakt, e ëma e Skënderbeut tregonte se do të lindte një dragua. Në gojdhënat e popullit ende sot tregohet për nënën e Skënderbeut, e cila kohë përpara se të lindte Skënderbeu, madje kur kishte mbetur shtatzane, në ëndrat e saj dikush i kishte thënë se do të lindte një dragua. Por kush ishte fëmia dragua? Pikërisht pra Skënderbeu. Bile i kanë dhënë edhe emrin ose titullin Dragoi. Po si është e mundur që t'i vinin këtë titull? Pse armiqtë e tij, pra otomanët, do t'i vendosnin nofkën Dragoi? Për çfarë arsye? Por në kulturën e popullit nuk flitej vetëm për Skënderbeun, por edhe për të tjerë. Pra nuk ka familje shqiptare që nuk flet për dragojnë, dhe në çdo cep të Shqipërisë flitet për fëmijët me krah.
E të mbani mend se pas një legjende ka gjithmonë një të vërtetë. Por në këtë histori ka edhe një tjetër mister. E çuditshmja e fëmijëve dragua ose fëmijëve me flatra është se ata ishin vetëm meshkuj, sepse sipas gjasave, forcën fizike nuk mund ta përballonin dot vajzat. Dhe në bazë të kojdënave, këtë dhunti ja u kishin dhuruar ëngjëjt, duke lidhur dy botët. Pikërisht pra, sepse forca dhe energjia e një dimensioni tjetër bënte lidhjen me botën reale. Fakti tjetër i çuditshëm është ashtu siç tregon edhe Daniela Shima për vllajën e saj, që sa po i shikonin flatrat ose më mirë krahët, këta fëmijë vdisnin. Dhe pyetja është pse? E njëjta gjë ndodhi edhe me babain Sina, pra që kemi folur në emisionin Enigma, ku djali i tij sapo zbriti nga pema, fëmijët e tjerë e pan dhe ai vdiq aty në buzë të lumit. Shumë mistere dhe shumë enigma për një argument vërtet kompleks. Pra, si është e mundur që në çdo familje shqiptare dhe në çdo kontinent të botës të flitet për fëmijët me krah, ose më mirë për fëmijët dragua? Tani po ju bëj pyetjen juve. Kush prej jush ka patur në familjen tuaj një fëmijë dragua ose një fëmijë me krah? Dhe çfarë historie mund të na tregoni? Pres komentet tuaja dhe ju faleminderit që jemi prerë bashkë. Ju pres, do t'ju lexoj. Ju përqafoj të gjithëve dhe faleminderit.